Dy fakte interesante rreth arkitekt Sinani. Arkitekt Sinani njihet si njëri prej arkitektëve më të shquar, më të suksesshëm, më të mëdhenj që njeh historia sa i përket periudhës osmane. Ai ka shërbyer për 3 sultan, duke përfshi kulminacionin e karrierës së tij e ka pas në periudhën e Sulejman Kanunit, Selimin e tretë e mandej edhe Sultan Muratin. Kur jemi te xhamia Sulejmanie, një prej gjanave shumë interesante që nuk është që njihet edhe shumë, është mënyra se qysh ka arrit arkitekt Sinani, me çfarë metode ka arrit tymin që del prej qirinjeve me të cilët është ndriçuar xhamia, se në ato kohë padyshim që rrym nuk ka pas, tymi që del prej qirinjeve të mëdhej që kanë qenë anë katëron xhamis, me e grumbullu me një pikë të caktuar, pa u ngrit në tavan të xhamis dhe pa lënë shenjë të zeza, sepse nëse veç kthehemi pak në kohët e mëhershme dhe e dim periudhën kur jemi ndriçuar me qirinje ose me llamba të ndryshme, shishe e llambës zakonisht ka qenë e zezë, ose vendi ku është vendos qiriu, nëse ka pas diçka sipër, atëherë ajo pjesë është bë zi prej tymit të qiriut. Ndërsa arkitekt Sinani në atë kohë, në një kohë, po flasim në një kohë që nuk ka pas shumë teknologji dhe zhvillime, ka arrit që me i kriju disa dhoma të vogla, siç i ka quajtur ai vetë dhoma të tymit, brenda xhamisë Sulejmanie, në pjesën e lartë të xhamisë, në kupola të caktuara, dhe brenda atyne dhomave është grumbullu, ka ndërtu një sistem të caktuar që ka bë grumbullimin e tymit që ka dalë prej qirinjeve anë katër anë të xhamisë. E më pas, çka ka bë me atë grumbullim të atij tymi? Në ndërkohë, tymi që është grumbullu brenda atyne dhomave që ai ka quajtur dhoma të tymit, është kriju si një shtresë e caktuar, dhe atë shtresë e kanë marrë e kanë vendosur në cilindra, dhe shtresa që është vendosur në cilindra kur është tund, domethënë është dashur me u tund bajagi kur është tund, mas një kohe të caktuar është kthy në myrekep ose në bojë në ngjyrë, me cila më pas ju ka shërbuar edhe për me shkrujt tekste të ndryshme, kanë përdorur edhe si bojë i lapsi. E një diçka shumë e veçantë këtu është që boja e cila, domethënë shtresat që janë vendosur në cilindra të caktuar, dhe ju kanë vendosur deveve kur kanë shkuar për hax. Në atë kohë nuk ka pas aeroplan, shkumja në hax është bërë përmes deveve, edhe i kanë vendosur cilindrat në deve derisa kanë shkuar në hax, dhe janë kthy vazhdimisht me lëvizjen e deveve, edhe cilindri ka lëviz dhe është tund ngjyra, është tund shtresa e tymit brenda cilindrit, dhe më pas Kur'anin e kanë shkruajtur veç me çatë ngjyrë që është përfituar prej sasisë e tymit, sasisë të përfituar prej tundjes së deveve që kanë shkuar në hax. Domethënë, ka qenë shumë e veçantë, ana fetare padyshim e dim në periudhën osmane, dhe shkrumja e Kuranit për ta ka qenë diçka shumë e veçantë dhe e kanë bërë vetëm me myrekepin ose me ngjyrën që është përfituar prej cilindrave që kanë shëtit vendet e shejta, dhe jo me ngjyrën që e kanë përfituar edhe me tundjen e cilindrave në Stamboll. E një strategji tjetër që e ka përdorur arkitekt Sinani, po ashtu në ndërtimin e xhamive, edhe disa prej tyre mund t'i shohim edhe sot e kësaj dite edhe në xhaminë Sulejmanie, janë edhe shtyllat e caktuara që i kanë ndërtuar si sistem kundër tërmetit. Sot e kësaj dite xhamia Sulejmanie vazhdon me qëndru e pa lëkundshme, domethënë pavarësisht tërmeteve që Stambolli është si pikë strategjike që shumë shpesh din me përjetu tërmete të shkollave të ndryshme. Xhamia Sulejmanie sot e asaj dite, domethënë flasim për një periudhë shumë shekullore, nuk ka lëviz. E këtë qysh mujmë na me ditë se a ka lëviz ajo, është rrotullimi i këtyre shtyllave, përderisa këto shtylla rrotullohen, domethënë që xhamia nuk ka lëviz për asnjë milimetër. Ndërsa në rast se këto shtylla nuk lëvizin, atëherë kuptojmë që si pasojë e tërmetit, xhamia ka psu lëvizje të ndryshme. E kjo metodë cilën arkitekt Sinani e ka përdorur diku në shekullin 15-16, sot e përdor për ndërtesat e saj. E që padyshim nuk është diçka shumë e çuditshme për epokën e sotët, ku po jetojnë në mesin e gjithë kësaj teknologjie dhe këtij zhvillimit të teknologjisë, mirëpo është e interesante dhe e veçantë në kohën në shekullin 15-16 me pas aftësi dhe me ndërtu me shpik një diçka të tillë.